tani është koha që të bashkëbisedoj me musafirit e mia, me të cilat do të flasim për sportin e karates. Do të ndalemi dhe të diskutojmë së bashku me trajnerën e klubit Kanina, zonjën Fatmire Hysena, e cila ka më shumë se 30 vite në këtë sport. Gjithashtu bashkë me Fatmirën është Lira Berisha dhe Natyra Murati, të cilat janë garuese dhe kanë sjellë me vete shumë medalje në për gjitha garat që ato kanë marrë pjesë. Është kënaqësi t'ju përshëndes dhe t'ju uroj mirëseardhje në studion 410. Faleminderit që jeni sot këtu. Mirë se gjem, faleminderit për mundësinë. Kënaqësi me diskutu me gra, po edhe me vajza të reja, të cilat merren me sporte luftarake, që më parë edhe janë paragjyku, edhe nuk është se i kanë leju ndoshta edhe prindrit me u marrë me këtë sport, por edhe vetë ato janë ndjej ndoshta si jo të denja apo jo të fuqishme për të marrë me sporte luftarake. Në këtë rast zonja Fatmire na trego pak për momentin kur ke vendos pikërisht merresh me këtë sport, e që thash pak më herët që nga vitet të 90-ta, fillimet e viteve të 90-ta, që kanë kaluar më shumë se 30 vite tashme që je me këtë sport, e duke marrë parasysh atë kohë, gjitha ato që i përmenda pak më herët edhe mentalitetin tonë shqiptar, juve sot gëzoni edhe një klub ku jepni njohurit dhe diturim për gjitha këto vajza të reja. Do të thonë, që shë tha dhe ti ma herët, në vitin e 90-ta kom fillu me sportin e karates, si sportiste, konkretisht në vitin e 95, atëherë si garuse. Koha kur kom filluar në ka qenë që shë tha dhe ti, dhe më ato paragjykimet, ato sanat, po gjithmonë kom pas një koni te pasit e tillë që kom pas me qef me bo diçka që nuk jo të gjithë e mujnë me arrit. Po. Kështu që... Përkundër gjitha atyre problematikave që kanë mbretru në vendin tonë, juve i keni sfidu edhe ja ku jemi sa. Shashtu, jem rrit me një familje, dhe më që dhe para meje, e ndjera halla jem, dhe më ka qenë atletja parë në atë kohë, që është marrë me sportin edhe ka qenë mësusja dhe mësuset e para, që ka qenë vitet, dikom vitet e 70-ta kur ka diplomoha. Edhe dhe mëni na ushqy dhe na mësu me ato që na me bo diçka që me bo ma shumë se sa që kena pas rretin edhe asaj. Edhe prej asaj na jena motivu dhe unë qysh fëmi, kum pas synimet e mija, kushtet jenë kanë këtë më ndryshë, mësë flasmi për atë kohën që shka qenë, se është shumë ma mirë tashti, mundësit jenë matë mira, kena thyë ato regula, ato barjera që kanë pas, që kanë qenë, dhe mëni nga mundu mi thyë dhe ja kena rritë, mi a dalë dhe shumë mirë që ja kena rritë me dalë, kena hapë rrugë, kena hapë shtigje për ata që kanë ardhë mrapa nesh. Dhe jo vetëm për meshkujt, por gjithsesi edhe për vajzat e reja, të cilat tani më dita ditës vetë se po rritet numri i vajzave që merren edhe me sporte luftarake, dhe ma po themi thuj se edhe i kemi te i kalu këtë mendësi, këtë parashikim që ka vetëm në sportin kena kalu dhe në për shumë sfida tjera, për para ka qenë edhe me punu dhe si punë me zgjedh profesion, femnat, unë edhe profesionin që e kom zgjedh dhe më ka qenë një për profesioneve që nuk ka qenë atë koja, dhe mëni preferuar për femnat, hish me thonë drejten ka qenë shumë ma sfiduse dhe kështu që ajo më ka bo, dhe mëni nështë edhe sporti karates që ku më ka bo me kërku gjithmonë ma shumë, se është një sport i tillë që t'jep vullnet, t'jep kurajo edhe t'jep me kon vetë vetja. Kështu që une si sportiste kam rezultatet mira, sportin atë kohë, edhe përse ka qenë vështirë, ka qenë e pamundur, dhe shta mi bo ato sene që sot i bojnë me sportistët e mi. Kështu që deri në 2001 si sportiste, për një periudhë gjatë kam ndërprej karaten, kam kriju familjen, si non, nuk kom pas mundësi me zhvillu këtë aktivitet. Por nuk e ke lënë asgjë mangu? Po asnjëherë nuk kom hek dorë për karates. Gjithmonë kom thonë, për gjithë shka hek i dorë për karates jo, por fëmijët e mi jënë bo, nështë s'po thëmë që është imponim, se kom bo, se gjithmonë e kom menu ato që s'duhet me imponu, kur gjë du të më konë edhe aja vetë vetja, që jem konë une, po ja u kom praktiku, po ata jënë rritë tanë kohën, jënë rritë me ato që une t'u i folë për karaten, t'u i folë për rezultate, t'u i folë për sportin, edhe momentin që ja u kom dhënë mundësin me shku, dhe mani kam edhe fëmijët e mi, 4 fëmijë kam, të 4 janë karatis. Janë në karatis. Edhe kështu që ja u kom dhënë mundësin, edhe kur kanë shku ata e kanë gjetë vetën atë, edhe kanë rezultate më të thonë kulmore, janë mesin e garuzëve më të mirë që ka Kosova, duke përfaqësojnë vendin kampionate botërore, kampionate evropiane, balkanike, mesdhetare, deri me tani kena arrit që
vajza e madhe dëmon është vendin e 5 në Evropian, për pak nuk ka rrit me marrë medalje në Evropian, mirë po është nën kampione mesdhetare, është nën kampione ballkanike, e shumë medalje, kena kalu këtë nivelin qendror dhe nivelin lokal, që më thonë po rajonal, edhe kështu që në synimet i kena atje, kanë rezultate edhe prej aty në garav, dëmon para 2 javë vajza tjetër në gjep në kampionatin mesdhetar ka marrë vendin e 3, djali pashtu ka marrë vendin e 7, edhe një tjetër është 12 vjeç, dëmon është me këta grupë moshat. Kështu që... E normalisht edhe vajzat të tjera... Me garuset e tjera, dëmon me klubin... Nga klubi Kanina. Klubi Kanina dominon me vajza, dëmon 3-4... Ashtu e thash edhe në fillim, gjithmonë vajzat, sepse tu e marë parasysh që jo vetëm sporti karates, por edhe shumë sporte tjera, edhe shumë profesionet të tjera, janë të dominuara nga meshkujt, por që dita ditës, vajzat po shtyen për para edhe po marrin ndoshta... Unë shumë e modesti e thëmë kam 4 vetë, vetëm 4 meshkuj në klub, të gjithat e tjera i kam femra. Edhe kanë rezultatet më të mirat, i kanë femnat nga femrat. Kështu që e mora shumë kohën ta, du t'ja japi fjallën këtyne me pa tjetër, kemi lirën dhe natyrën të cilat është me eksperiencen edhe e tyre edhe rezultatet e klubit, se pa këto na nuk funksionojna. Pa tjetër, lira dhe natyra kanë 3 vite tashme që janë pjesë e klubit Kanina, apo jo? Lira, më trego pak pse ke zgjedhur këtë sport, apo si ka ardhur deri tek ideja për të marrë me sportin e karates? Unë së pare nuk kom pas ndonjë sport për shatë mirën dhe gjithë kam qenë vetëm në telefon, dhe më thonë qëndrimi në telefon kam qenë shumë. Në këtë kohë në telefonave që jemi tash gjithë se cili? Ti ke zgjedh? Unë marrë me një sport, a? Më marrë po, me një sport. Mo me bobe kam pas që dhonjem kam qef më merë me një farë sport e luftarak, edhe tani bobe bashkë me momën ma ka zgjedh karaten. Së pare karates mu ka duk si një sport, vetëm për më hik nga qëndrimi në telefon, për ta është jam bë 3 vite dhe nuk e kam si jetë, nuk mund të heki do. O, e kam si jetë, jetë, ti vetë qenë ke jetë, o Lira. Hajde natyra, ti pse e ke zgjedh sportin e karates? Unë e kam zgjedhur ose ideja ime ka qenë që prej teknologjisë ja ka filluar aje, sepse duke shikuar video të ndryshme, atë me delshin video të karates, dhe prej asaj ideje, prej teknologjisë, me ka ardhur ideja që karateja është një sport i special ose perfekt, dhe për atë shkak e kam zgjedhur. E ka zgjedhur. I kemi 2 verzione të cilat kanë involvimin e teknologjisë, njëra për të larguar nga përdorimi i tepërt dhe njëra e cila ka pa hajri, nëse guxojmë ta quajmë kështu, ka përfitu nga teknologjia pikrisht për ta përzgjedhur një sport. Unë gjithmonë e them që sporti është jetë, dhe pa sport, rrim shtrit. Nuk kemi si të funksionojmë. Kështu që pas keni bërë një përzgjedhje shumë të mirë, tash më intereson me ditë rezultatet, garat dhe si ndiheni kur jeni duke praktiku sportin. Lira, natyra, cila po filloni? Unë kam filluar sportin e karates që 3 vite. Unë jam në klubin e karates Kanina dhe jam bashkë me motrën time Kauna Berisha, e cila dhe që 3 vite. Unë bashkë me motrën time kemi shumë suksese dhe synojmë që të kemi gjithë një edhe më shumë. Në gorën e kalume, ne kemi pasur shumë sukses. Motra ime në Kumanov, që kemi qenë në Macedonit e Veriut, ka pas shumë sukses e ka nxorë në vendin e parë. Edhe nëse ka pas shumë konkurrencë dhe ka pas shtete shumë të tjera. Sa vjeç është motra? Ajo është 9 vjetë. 9 vjeç. 9 vjetë, po. Po ashtu dhe kom pas shumë sukses, e kom arritë vendin e 3, edhe nëse është vendi i 3, nuk është si vendi i parë, po e kom pas një paraqitë të tepër të mirë. Kjo është me rëndësi, dhe në fund të ditës se cila eksperiencë, se cila garë të mëson diçka, kështu që pse jo herën tjetër të bësh akoma edhe më e mirë, edhe të arrish edhe më lartë. Ndërsa natyra? Ashtu si që thash ma herët që jam duke vijuar klubin e karates që 3 vite, jam duke vijuar edhe me vëllezërit e mi, Freskimin dhe Erzenin. Ne jemi duke shkuar në nivele më të larta dhe duke e bërë më të suksesshëm në jetë. Ne duke në atë rrugëtim të lartë, ne kemi zhvilluar shumë medalje të arta, të argjenta dhe të bronzta.
pa ashtu në përgora të ndryshme, si për shembull në Turqi, kemi marrë pjesë unë dhe vllai në freskimi, në atë kemi arritur, edhe pse s'kena marrë medalje, kemi arritur të bëjmë vetë besimin me të lartë dhe kemi arritur të bëjmë lufta të mira. Patjetër që po, Zoha Fatmire më trego pak për gjitha këto vajza, përmendi edhe motrën Lira në këtë rast, natyra vëllezrit, si duket familjarisht, po e përcjell njëri tjetrin që të merren me sport ku ka ma mirë se sa me u marrë me çfarë. Që ai që ka është marrë me sportin e karates e ka vështirë të largohet. Sporti karates për dallim për sporteve tjera. Lira është jetë. Për Lirën është jetë. Lira është një fëmijë që domthon për moshën që ka shumë me pjekur për moshën që ka. Lira është shumë kërkuese. Unë kam fatin që jam me këta fëmijë që sot janë veç 2 me mu për shkak mundësive që s'kena pas mundësi me marrë ma shumë, po kisha pas dëshirë se secilin prej aty, secili ka një histori të vetën me tregu, që domthon motivi, angazhimi tyre, dëshira për me bo këto, domthon ajo është që edhe për mu është jetë, edhe me zispres mu taku me ta. Domthon rezultatet kur e arrin, medaljet kur e arrin, por edhe ato mundësit kur domthon nuk e arrin qëllimin aty ku e dojnë, ku e synojnë, edhe kur i ndajna bashkë, të gjitha ato aktivitete, më do thot me zispres që javën tjetër ose garën tjetër ose ushtrimin tjetër që mu pa prap me ta me pa ato qka aty ne ju ka mungu, do më e kena si shprejit klubit mas çdo gare na të bajna një takem, edhe se cilit ju jepet mundësia, jena qasht tafër me fëmit, se ne jepet mundësia, se cilit jepet mundësia me fol, për ato eksperiencën e vetë në atë garë, qka kish ndryshu, qka kish bo ma mirë dhe qka i ka pëlqyt e vetja. Kështu që besoj që këto ma shumë këto qikat mujnë me shprej këto. Vajza se cila është me mirë. Pa tjetër nuk diskutohet. Ajo që i bën ma të veçum këta, janë shumë disciplinum. Nështë edhe sporti karatesi i bën këto. Mirë po, janë kërkus për shkak se dhe... Sporti e kërkon disciplinën. Edhe në shkollë janë perfekt. Janë të shkëlqyshëm. Nuk lojnë anash. Nuk lojnë anash kur gjonë, është edhe kjo ju ka pa ma shumë që këta mu përballë, aty ku kam pas ngecjen është ta me provu, me bo diçka ma shumë se ju ka dhonë zemër, ju ka dhonë guxim që me provu, me sfidu vetëm, kështu që unë e me zispres mu taku edhe me këta, kur vinë për takimin, dëmonë ushtrimet i mojnë 3 herë një javë, të honat në kurët premte nga ora 7, edhe ato ditë sa s'takome, me zispres, mi taku këta vinë me shumë vullnet, me shumë dëshirë me më tregu, nëse kam pas një test, që që nda me testin, arritje, sidomos, kur zgjedhen, ju jetë e mujtë në shkollë, kjo më banë shumë krenar, mu, përveç lirës edhe këto që disa herë janë zgjedhë, në zonësat ma të mirë, dëmonë ylli i shkollës se i mujtës, se dy që kanë ato në shkollë, dëmonë latat e tjerë të kështu që na se cilin sukses e ndojna bashkë. Pa tjetër që po, a mërziteni kur nuk fitoni në gara, natyra? Po, ne mërzitemi kur humbeni në gara, sepse ne duajmë që të arritim një sukses të madhë në jetë. Por, edhe pas mërzitjes, qka bëhet? Por edhe mas mërzitjes, nuk është fundi butës, mund të shumë më lartë. Të ljumt, edhe kështu është. Në për se cilin do sport garues, dikush humbet, dikush fiton, por që edhe nga humbja mësojmë, apo jo? Që të bojmë i matë fort herën tjetër, pse jo? Që të jepim më shumë nga vetja gjatë sërvitjeve në vazhdim, edhe pse jo të herën tjetër të dalim më të mirë. Lira, një moment më të veçantin, më të bukrin, më të mirin që e kujton nga ndonjë gara që ke marrë pjesë? U kanë gara në Macedoni të Veriut, u kanë për herë parë që më të dalë jashtë venet, dhe më thonë të garu, edhe u kanë kënë strug, edhe për herë parë që kënë garu, e kënë marrë venin e parë, edhe nëse ka pas shumë konkurencë, edhe ka pas shumë shtetet të ndryshme, prapë se prapë e kënë marritë dhe kënë jam maksimum. Dhe si unë djeve? Me kë përbale në finale? Në finale jam me një Macedone. U konë, mu ka duke fort, për trajnera si gjithë me motivin e saj, me fjallet e saj. Qështë motivon trajnera? Hajde të ndëgjojmë pak nga vajzat. Natyra? Po, qëfar fjallë? Nuk është fundi butës. Po, kur tjeni gjatë një lufte, kur tjeni në proces, kur tjeni në mundje e sipër, qëfar fjallë ju thotë? S'po ju kujtohen për momentin, si duket në ato momente kanë shumë emocione. Jepi se ma shumë, je ma i mira, më nësh ma shumë e rovë. Po, është e vështirë trajnera gjatë
Qoftë nga gjatë stërvitjeve, qoftë gjatë garave? Jo, Është shumë kërkuese? Shpesh ju tham këtyre fëmijëve ja shpjegoj edhe prindve, domethënë sporti karates zhvillohet në 2 disiplina, edhe në kata edhe në kumite. Po. Domethënë kumite është luftra, sikur abetaren kur e mësosh, shkronjat kur e mësosh. Është çaq e vështirë. Domethënë që sikur na den shkronjën kur fillosh, e mandej një herë duhet shkronjën. Si duhet kohë për... Duhet kohë, mandej më janë nis mi lidh fjalë dhe mandej me lexu rrjedh shumë. Edhe kjo shkon kronologji, që ashtu, domethënë është vështirë, po kur e dojnë, i shenë të u zhvillu, i shenë të për çdo ditë të përmirësu, të e bani sen më mirë, domethënë është kënaqësi me punu. Me të vërtetën kum pas fatin, i kam shumë garus të mirë, kam shumë sportist mirë, edhe këtu dësha me falenderu edhe familjarët e tyre se gjithmonë jenë afër, fëmijëve na ndihmojnë, se pa ndihmën e tyre, me të vërtetë se ky sport është shumë i kushtueshëm. Unë çdo emision, çdo mundësi që e japi, e them se është i kushtueshëm, kushtojnë pajisjet. Po. Shumica e pajisjeve për gara ndërkombëtare, shumica për këtë pajisjet për gara ndërkombëtare që nuk duhet më kanë pranuar prej Federatës Botërore, na nuk na as mi blej në Kosovë. Po. Edhe kështu që pa mbështetjen e prindve nuk kena mundësi as me këto rezultate janë kësi dëmoni kena arrit bashkaresh, pa ndihmën e tyre s'kesh mi mujt me arrit. Është e pamundur, unë gjithmonë e them fal prindërve që në fakt ndoshta ndonjëherë unë shpesh edhe e bëj me shaka, po e luajmë edhe taksistin. Po duhet me i fute vendi, me i prit, edhe përveç shpenzimeve të tjera të cilat vinë, ndoshta është edhe ai presioni i kohës e i gjitha këto që prindrit ndoshta e ndajnë kohën e tyre pikërisht për të ardhmen e këtyre fëmijëve. Gjithë puna jam. Kontributi jashtëzakonshëm që prindët bëjnë pikërisht. E sidomos për vajzat, unë gjithmonë e them. Gjithë puna jam, sa dush që punojnë sallë, sa dush që punojnë për kushtem. Nëse këta nuk marrin pjesë nga gara, aty shihet rezultati. E domethënë pa ndihmën e prindve, asnjë garë në as kemi mujt me marr pjesë. Nuk kena buxhet të klubit, financohemi për subvencionimit nga komuna, nganjëherë nga ministria, mirë po ajo është shumë e pak për ato që na shpenzojna edhe bojna mirë, po fal për kushtimit prindve, që këta dojnë mi pa fëmijët e vetë të suksesshëm, edhe neve na bojnë suksesshëm. Patjetër që po. Lira dhe natyra, çfarë kishit mi u thonë bashkëmoshatarëve t'juj për marrjen me çfarëdo sporti? Ndoshta s'ka nevojë me zgjedh karaten, po një sport duhet në jetë patjetër që ta zgjedhin. Unë mendoj që patjetër që duhet një fëmijë të ketë një sport, sepse ai arrit disiplinën, bën respektin e një kundërshtare. Vetë sporti është diçka shumë e mrekullueshme e cila një fëmijë mund të merret me të. Patjetër. Ndërsa për natyrën? Po ashtu edhe në mendoj që çdo fëmijë duhet të zgjedhë një sport të vet, që është shumë i mirë për shëndetin e tij, i mëson disiplinë dhe ja shkalon telefonin ose teknologjinë jashtë asaj, po ashtu edhe i ndihmon që të arrijnë sukses dhe ta dinë të ardhmen e tyre. Dhe vetbesim mbi gjitha, apo jo? Fatmire, shumë faleminderit për kohën, për gjitha këto që ndajtët me ne, edhe për vajzat që i ke sjell, pse jo të marrim pak edhe nga eksperienca tyre. Është një punë e jashtëzakonshme që jeni duke e bërë dhe gjithmonë po e potencoj me vajzat. Sepse jemi mësuar që gjatë historikisht kemi qenë ndoshta në një pozitë pak më të ulët, pak më të dobët se gjinia e kundërt, kështu që kur po i shoh jo vetëm këto të dyja që i kam studio, por që e përmende që shumica në klubin Kanina janë femra, është për të duar trokit. Kështu që edhe njëherë faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për mundësinë që na keni dhënë me shpaq rezultatet tona, edhe mi prezantu këto talente që në të ardhmen do t'ja zbardhin fytyrën shtetit në përgjithësi. Patjetër që po, edhe unë po besoj që ka shumë të tillë që po na shohin edhe nëpër media, pse jo t'i bashkojnë klubit Kanina, nëse veç dëshirojnë që të futen me sportin e karates. I ftoj edhe unë të gjithë të na bashkohen, nëse duan të jenë kampion. Kjo është më e rëndësishme. Faleminderit shumë edhe një herë, kënaqësi që ju pata në studio.